kur kanë emigruar për herë të parë shqiptarët, po flasim për emigrimin nga viset tona, nga Kosova, nga Shqipëria. Nuk po flasim emigrimet e viteve 1800, se në 1800 janë instaluar për herë të parë shqiptarët aty, po kemi të bëjmë me periudhën e Muhamet Ali Pashës në Egjipt. Ishte një periudhë që Egjipti sundoi Sirinë për një 5 vite. I dha zhvillim dhe shqiptarët të cilët ishin zhvendosur u pëlqeu jetesa dhe aty datojnë 100 familjet e para shqiptare. Në Siri, nuk po themi vetëm në Damask, po në Siri, sepse janë të shpërndarë në trevat ndryshme. Ndërsa këta të cilët pas viteve 1900, të cilët kishin arsyet e tyre për pjesën e Kosovës, lufta me serbët, pjesa e Shqipërisë ishin bindjet fetare, pastaj që Shqipëria po shkon drejt një civilizimi antifetar, pra ashtu ishte konsiderata, u zhvendosën për në Damask dhe Sheikh Abdulkadir tregonte, thotë, kur shqiptarët kanë ardhur në Damask, kanë mbritur në Damask, thotë, i kanë hequr, i kanë zbathur këpucët e tyre dhe i mbanin në dorë se thonin kjo është tokë e bekuar, siç e përmend Zoti xhelal në Kur'anin famlar, sepse Shami konsiderohet tokë e bekuar e gjitha, domethënë me shtrirjen e saj. Pra jo lindja e mesme, por Shami si Sham, thotë dhe i mbanin në dorë se thonin nuk duhet në tokë të bekuar të shkelim me këpucë. Thotë kur pan vendesit pastaj që ata rrinin si të gjithë të tjerë, domethënë me këpucë, nisën dhe u normalizuan. Pra kishin dëgjuar për Shamin, patjetër, vizioni ishte i qartë ku do shkojnë. Ndryshme që ka një status të veçantë, po themi edhe në shenjtërinë e tij, nëse mund të themi kështu, në megatinë e tij. Emigrim fetar, sepse mund të ishin mjaftuar duke shkuar deri në Stamboll. Por ishte emigrim fetar, sepse Turqia tashmë u shitet si një Turqi moderne antifetare, po themi, nuk përbën ndonjë problem që të jesh modern në Islam, madje ashtu duhet të jesh, po antifetare. Ndaj emigrimi drejt Shamit, drejt vendeve të Shamit ishte një emigrim totalisht fetar, pra synonin fenë e Zotit, ta jetonin lirshëm, ta jetonin në mënyrë kolektive, sociale, domethënë shoqërore. Dhe atë e jeton edhe sot e kësaj dite shumë normal ti në Damask. Askush nuk të paragjykon, askush nuk të cënon, ti mund të jesh i çfarëdo lloj besimi qofsh. Pra nuk ndihesh i huaj, nëse mund të themi.